Një ceremoni homazh për të rënët britanik në luftra u zhvillua në Tiranë në ditën e kujtesës për dëshmorët, ku i pranishëm ishte kryeministri Sali Berisha si dhe autoritetet të larta shqiptare. Delegacioni shqiptar është bërë pjesë e ceremonisë përkujtimore, të mbajtur në varrezën e dëshmorëve britanik pranë kodrave të liçenit në Tiranë. Kryetaria e Kuvendit Josefina Topalli, ministri i jashtëm Edmond Haxhinasto dhe ministri i mbrojtjes Arben Imami përkujtuan të rënët britanik. Ceremonia nisi me aktin e lutjes, kujtimit dhe përkushtimit për ata që kryen sakrificën e fundit dhe vazhdoi me vendosjen e kurorave të luleve në memorialin britanik. Ambasadoria britanike, kryeministri Berisha dhe 2 ministrat vendosën nga një tufë me lule në shenjë nderimi pranë obeliskut të dëshmorëve britanik të rënë në Shqipëri. Pjesë e ceremonisë nuk ishin vetëm autoritetet shqiptare dhe përfaqësues të ambasadës britanike, por edhe shumë qytetarë britanik dhe irlandez. Të gjithë të pranishmit kanë vendosur simbolin e ditës së kujtesës për dëshmorët që janë lulkuqet, të prodhuara nga Legjioni Britanik dhe shoqata e veteranëve të Mbretërisë së Bashkuar. Ato mbahen në javët para dhe pas 11 nëntorit, në shenjë përkujtimi për të rënët.